إلهي 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 وخلاقي Ka mos me kanë të mbërzitur, se mos me qajt njerëzit e mirë, se tash o vëllezër të ndershëm, edhe disa sahat në kanë vetë, që ta përcjellin muajnë tonë, musafirin tonë, tash se mos me mbërzit, tash pasi të bëjnë iftar, do të qenën derëve të zjarrit të xhenemit, do të qenën derëve të zjarrit të xhenemit. إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عني. O vëllezër, kush I ka besu Ramazanit, Ramazani ka mbaru. Kush I ka besu Ramazanit, Ramazani se të mbaron. Kush I beson Allahut, Allahu është gjallë. Allahu është gjallë, Allahu nuk vdes. Dhe o vëllezër, ai I cili të ka urdhëruar ti në Ramazan ti bësh ibadet Allahut, të adhurosh Allahun, të lexosh Kur'an në Ramazan, të japësh sadaka në Ramazan, të falish namaz në Ramazan. Ai njëti Allah është që të ka urdhëruar ti edhe mbas Ramazanit të vazhdosh në vepra të mira. Wallahi momentet e fundit kanë ardhur Ramazanit. Wallahi momentet e fundit kur janë, kur ta përcjellish dikën shumë vështirë është. A e keni pa është si cili prej nesh ka njënin kur bet një vlat, apo e ka larg, kur e merr para se me hip kër e vladi vet, e merr baba dhe shtërgon e vladin e vet, dhe nuk dën të shloje, dhe lotët së një ba. E dinaj që duhet të nisët pa tjetër, por e shtërgon shumë, dhe qafë dhe mërzikët për e vladin e vetë, amën pa tjetër e ka të shloje. A dhe ashtu nona, e merë dhe përshëndet e vladin e vetë, e shtërgon shumë sa ka të katë, që lotët e saj së një matë, dhe I thot rruga marë, o vladin e me për halal nëse ndoshtë as në gjënë gjallë. Subhanallah, që ajo fotografi kur e përcjell e vladin tënë, apo të dashin tënë, gjithmonë të rinë e menë, gjithmonë kur hunxhet me burin e vetë, apo me vladin e vetët, nuk e harroj atë ditë kur e vladin ka dalë të shtëpi. Se harroj të gjithmonë më ri parasive, kur e ka përcjell e vladin, me lotë të si I mërzitur, edhe nësët me përcjell në mujnë e Ramazanit, dalë dhe kujto që shkete me përcjell, e inshallah e përcjellim me të mira, inshallah e kemi përcjell dhe e shtim. إليك لدى الإعسار واليسر أفزع لئن جلت. Dhe si cilë fëmi po del para shtjes e vetë, e pret babën e vetë kur t'i vjen prej namazit të bajramit. Si cilë fëmi del dhe e pret babën e vetë, kur se jetimja del dhe e shikon. Si cilë babë nuk e marrë e vladin e vetë, nuk e puth e vladin e vetë, nuk e laku e vladin e vetë. Jetimës për shkoj qatëm, dhe për vatë ku është baba jam, se unë asë meritoj që të puthje baba jam. Ku I kam teshat e bukra si shoqët e mija, ku I kam fucat e reja si shoqët e mija, a nuk e meritoj unë, a që na e shumë kam bo, se unë nuk kam babë. Ku e kam babën tëm, ku e kam babën tëm, edhe unë du që baba janë të puthje, edhe unë du babën tëm të pres prej namazit të bajramit. A musliman, ku është baba jam, kështu fëmijë të lesër të pasur, kështu nesër për presër bajramit të mitë musliman të, po qajnë për kërkën babën e vetë, o lesër të të bojnë dua, për vlezërit tonë që ka jenë atje, për fëmijët e jetimave, për fëmijët e jetimave, për fëmijët e jetimave, për fëmijët e jetimave. Allah thot në Kur'an, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. O Zot jon, thot mos na I bën zemrat tona të shmangën prej teje, prej të vërtetës, prej ibadetit dhe në dhurati Allah, na I bën zemrat në uso Allah.
mos në hum në Allah, pasi që na ke udhëzu, pasi që na ke drejtu, o Allah, mos na von neve që të largona prej hakit, prej të vërtetës, o Zot, na dhuron neve rahmet, mëshirë nga teje, o Allah, na jep neve rahmet, se ti je, o Allah, dhurues më i madh. طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي. Ligjeratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjeron hoxha i nderuar Dhulkarnein Ramadani. إلهي